Hej, du me ja u tregu një tregim. Kishte qenë një luanesh dhe ishte duke ecur nëpër savana me klyshrit e saj. Pa prit mas rrugës, ata pan një drenush të vogël e cila ishte plagosur. Të veçlit e luaneshës i than luaneshës: "Mami, kjo është preja jon. Do ta ham për drejk." Luanesha buzëqeshi dhe tha: "Jo. Kjo nuk do t'jetë preja jon. Ne do t'kujdesemi për të, do t'a shërojmë dhe do t'a lëm të ik e qetë." Dhe në fakt ashtu vepruan. Luanesha u kujdes për drenushën derisa ajo u shërua dhe pastaj e la të lirë. Të veçlit e luaneshës mbetën të habitur dhe e pyetën: "Çfarë ka ndodhur? Si është e mundur që e bëm një gjë të tillë?" Dhe mami i luanesh ju tha: "Në këtë jetë, forca nganjëherë tregohet me fuqi, por ajo gjithashtu tregohet me mirësi. Dhe kur bëni mirë, ata mund të harrojnë forcën që e kishit, por asnjëherë nuk do të harrojnë mirësinë që ua bët edhe në atë kohë kur kishit forcë."